fakt sot kemi kënaqësinë e veçantë që të jemi bashkë për të shënuar një hap shumë të rëndësishëm, mendoj unë, për modernizimin e institucioneve tona dhe për avancimin e mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve në Republikën e Kosovës përmes lancimit që sot po e bëjmë, lancimi i sistemit të digitalizimit të Inspektoratit të Punës. Ky nuk është thjesht një projekt teknologjik që ne po e zbatojmë, por është një investim për sigurinë dhe është për një investim për dinjitetin dhe për drejtat e çdo punëtori në vendin tonë. Në vitet e fundit, Kosova ka bërë progres të rëndësishëm në harmonizimin e legjislacionit në fuqi, sa i përket fushës së sigurisë në punë me standardet e Bashkimit Evropian dhe konventat e Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Janë transpozuar mbi 10 direktiva evropiane dhe janë ndërtuar mekanizma të ri institucional për mbrojtjen e punëtorëve. Megjithatë, sfida jonë kryesore vazhdon të mbetet edhe zbatimi efektiv i legjislacionit tonë. Pikërisht këtu hyn rëndësia e këtij organizimi dhe këtij digitalizimi që po e prezantojmë sot. Sot po vendosen themelet e një sistemi modern, efikas dhe transparent të inspektimit të punës. Përmes sistemit elektronik për menaxhimin e rasteve, inspektorët tanë do të kenë mundësi të regjistrojnë inspektimet në kohë reale, të analizojnë më mirë të dhënat, të reduktojnë procedurat administrative dhe të fokusohen më shumë në punën në teren. Ky sistem do të ndihmojë që vendimarrja të bazohet në evidencë dhe analizë të riskut, duke na mundësuar të identifikojmë më shpejt sektorët me rrezikshmëri të lartë dhe të reagojmë efektivisht aty ku punëtorët kanë më shumë nevojë për ne. Të nderuar pjesëmarrës, digitalizimi i Inspektoratit të Punës sjell përfitime konkrete për të gjithë, pra për punëtorët, për bizneset, por edhe vetë institucionet tona. Përfitimi kryesor është rritja e efikasitetit dhe transparencës së sistemit të inspektimit. Për punëtorët, kjo do të thotë mbrojtje më shpejtë dhe më efektive e drejtave të tyre, trajtim më të strukturuar të rasteve, rritje të sigurisë në vendin e punës dhe më shumë besim tek institucionet. Për bizneset, digitalizimi sjell procedura më të qarta, komunikim më të lehtë me institucionet, reduktim të barrës administrative dhe më shumë parashikueshmëri në proceset e inspektimit. Një sistem modern dhe transparent krijon gjithashtu kushte më të drejta konkurruese për bizneset që respektojnë ligjin dhe standardet e punës. Një nga përfituesit më të mëdha është edhe rritja e transparencës dhe llogaridhënies institucionale. Çdo proces bëhet më i zhurmueshëm, më profesional dhe më standardizuar. Po ashtu digitalizimi do të na ndihmojë në luftimin e ekonomisë jo formale, identifikimin më të shpejtë të shkeljeve dhe orientimin e inspektimeve aty ku rreziku është më i lartë. Të nderuar pjesëmarrës, ky lancim sot nuk është fundi i reformës që ne po e bëjmë në inspektoratin apo në ministrinë tonë. Është fakt fillimi i një transformimi më të thellë të sistemit të punës dhe inspektimit në Republikën e Kosovës. Paralelisht me digitalizimin, Ministria është duke ndërmarrë një sër reformash tjera të rëndësishme që synojnë modernizimin e plotë të sistemit të mbrojtjes së drejtave të punëtorëve dhe forcimin e institucioneve tona. Shumë shpejt do të prezentojmë me hartimin e ligjit të ri për Inspektoratin e Punës, i cili do të avancojë edhe më tej mandatin, kompetencat dhe funksionimin e institucionit në përputhje me standardet evropiane dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Po ashtu do të fillojmë punën në hartimin e projekt ligjit të punës, me qëllim që legjislacioni ynë të përgjigjë zhvillimeve moderne të tregut të punës dhe nevojave reale të punëtorëve dhe punëdhënësve. Ky projekt ligj do të forcojë mbrojtjen e drejtave të punëtorëve, dialogun social dhe sigurinë juridike në marrëdhëniet e punës. Një hap tjetër i rëndësishëm që do të ndërmarrim është edhe lancimi i strategjisë së komunikimit të Inspektoratit të Punës, përmes të cilit synojmë të rrisim transparencën, ndërgjegjësimin publik dhe komunikimin e drejtë për drejtë me qytetarët, me punëtorët dhe me biznesin. Sepse besojmë se një inspektorat modern nuk mund të jetë vetëm një institucion kontrolli, por edhe partner në edukim, siç e kam thënë edhe hera të tjera, edhe në parandalim edhe në informim. Gjithashtu duhet të theksoj se shumë shpejt do të fillojë procesi i rekrutimit të inspektorëve të rinj të punës, me qëllim të forcimit të kapaciteteve profesionale dhe rritjen e prezencës në teren. Në fakt neve që kemi filluar dhe mbetet shumë shpejt Inspektorati Qendror i Punës të vazhdojë me procedurat e shpalljes publike. Rritja e numrit të inspektorëve bashku me avancimin e kapaciteteve teknike dhe digjitale do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e efikasitetit të mbikëqyrjes dhe mbrojtjes më të mirë të drejtave të punëtorëve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Në këtë proces, mbështetja e partnerëve tanë ndërkombëtar, si organizata ndërkombëtare e punës, mbetet dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme. Prandaj duhet falenderoj organizatën ndërkombëtare të punës, Bashkimin Evropian, Ambasadën e Suedisë dhe gjithë partnerët tanë që kanë kontribuar në këtë reformë të rëndësishme. Gjithashtu duhet falenderoj edhe stafin
e Inspektoratit Qendror të Punës dhe Ministrisë për përkushtimin dhe punën profesionale të realizimit të këtij projekti. Qëllimi ynë është pra i qartë: të ndërtojmë një treg pune moderne, të drejtë dhe të sigurt, ku drejtat e punëtorëve respektohen plotësisht dhe ku institucionet funksionojnë me efikasitet, me transparencë dhe me profesionalizëm. Ky lancim sot është një dëshmi që Kosova po ecë drejt modernizimit institucional dhe drejt standardeve evropiane. Ne do të vazhdojmë të investojmë në forcimin e kapaciteteve profesionale, në digitalizim, në dialog social dhe në kulturën parandaluese të sigurisë në punë, sepse zhvillimi ekonomik nuk mund të ndërtohet pa një mbrojtje të punëtorit. Dhe një shtet modern matet dhe mënyrën se si i mbrojnë qytetarët e këtij vendi të punë, në vendin e punës. Unë du të falenderoj gjithë juve për gjithë këtë angazhim. Ne do të vazhdojmë krahas digitalizimit të Inspektoratit të Punës tash edhe brenda ministrisë. Ju keni pasur që javën e kaluar veç kemi filluar me lancimin e digitalizimit tjetër që quhet e-punësimi në kuadër të Agjencionit të Punës. Në njëjtën kohë jemi tu mundu edhe me unifiku të gjitha sistemet tona që kemi në kuadër të ministrisë, dhe kështu shumë zecenka, në kuadër të ministrisë që komunikojnë me zvete në mënyrë që ne të kryejmë shërbime, qytetarët kryejnë shërbime tek ne sa më lehtë që është e mundur, në mënyrë më efikase që është e mundur dhe pa pas nevojë për birokraci dhe pritje gjata. Në shërbim të eliminimit birokracisë, natyrisht është çdo lloj digitalizimi dhe çdo lloj sistemi, por edhe ky këtu sot që po e prezantojmë. Edhe një herë faleminderit shumë për ju. Thank you so much for the Minister's speech. We're looking forward to the upcoming law of the Labour Inspectorate. Today, we mark an important step in strengthening Kosovo's labour governance. With Sweden's support through ILO, the Labour Inspectorate is moving from a paper-based procedures to a modern electronic case management system. An investment not only in technology alone, but in transparency, accountability, and in public trust. By connecting the Inspectorate with the tax administration, the Information Society Agency, the Business Registration Agency, Kosovo is now building an integrated digital system that enables smarter inspections, better coordination, and fairer treatment for both workers and businesses. This approach reflects practices long used in Sweden, where data-driven inspections protect workers while allowing compliant businesses to thrive. Now, we have also read the annual report of the Labour Inspectorate for 2025. There's some impressive figures in that report. You have done over 10,800 inspections, and more than 44,000 workers have been reached. Of course, some of this data also reveals some of the challenges. You have 620 workplace accidents, 621 injuries, and 19 fatalities, mainly in construction. You also identified in the report 6,600 labour violations. Here we believe, with the experience from Sweden, that we need to focus on stronger prevention, better compliance, and renewed national commitment to workers' safety and dignity. In this context, we also acknowledge Minister Hortis' April 2026 decision to intensify construction site inspections in response to high risks and fatalities. I'm very grateful to have this opportunity to speak today. For us in the UN Kosovo team, that is the agency's funds and programs, this work on labor issues and more broadly on sustainable economic growth and on equitable social systems is very much part of our new strategic plan, which was signed off by the Prime Minister on Friday. Today marks a very important step forward in Kosovo's institutional modernization. The electronic labor inspection case management system is more than just a technical
innovation. It also reflects a broader commitment to strengthening public institutions, improving accountability, and delivering better services for citizens and for businesses. The effective labor inspection systems are essential, as we've already heard, for promoting safe working conditions, for protecting workers' rights, and for fostering fair competition in the labor market. By digitizing these processes, Kosovo's institutions are becoming more efficient, more transparent, and more evidence-based. It's also encouraging that this reform is already producing tangible results. The very successful pilot has demonstrated both the institutional commitment and the willingness of inspectors and public servants to embrace change and innovation. Experiences from around the world, and the ambassador spoke about Sweden's experience, show that digital transformation is a process that requires a strong and consistent commitment. Cooperation between institutions, training, and long-term investments are critical to make a system fully operational and integrated. And I think, as also indicated by the ambassador, this tool provides an excellent example for other ministries, for other types of inspectorates, one that can be replicable across government. So today's event also reflects the importance of the strong partnerships between the ministry, the Labor Inspectorate, ILO, Government of Sweden, and all of the other partners who are here today. The UN remains committed to supporting reforms that strengthen institutions, that advance decent work, and that contribute to an inclusive and sustainable development in Kosovo. So I'd like to congratulate everyone involved for the important progress so far, and wish you continued success in the implementation. Thank you very much. Për vite me radhë, inspektimet e punës janë zhvilluar kryesisht me dokumente fizike, me raportim manual dhe të fragmentuar. Dhe kjo nuk ka qenë vetëm një sfidë administrative. Kjo ka ndikuar drejt për drejt në efikasitetin e inspektimeve, në cilësinë e dhënave dhe në aftësinë e institucioneve siç është Ministria e Punës për të reaguar me kohë, sidomos në sektorët me rrezikshmëri të lartë. Pikërisht për t'u përgjigjur këtyre sfidave është zhvilluar sistemi elektronik për menaxhimin e inspektimeve të punës, i cili tashmë është testuar 1113 herë nga inspektorët e punës në të gjitha rajonet e Kosovës në një periudhë prej 4 muajsh. Dhe siç do ta shohim pas pak live, sistemi eliminon dokumentet fizike dhe i mundëson inspektorit që të kryejë gjithë procesin direkt në terren përmes tabletit, nga evidentimi i shkeljeve deri te raportimi dhe gjenerimi automatik i proces verbaleve dhe statistikave. Me fjalë të tjera, kjo nënkupton më pak kohë në administratë dhe shumë më shumë kohë në terren, më pak burokraci dhe shumë më shumë fokus në sigurinë dhe të drejtat e punëtorëve. Por pilotimi na ka treguar qartë edhe sfidat që duhet t'i adresojmë. Sistemi duhet të vazhdojë të përmirësohet bazuar në përvojën reale të inspektorëve në terren, si dhe ndryshimet ligjore që vazhdojnë të ndodhin në fushën e punës. Po ashtu, mbetet esencial bashkëpunimi ndërinstitucional dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj ATK-n dhe ARBK-n si dhe ASHI-n, të cilët i kemi prezent sot, në mënyrë që shkëmbimi të dhënave dhe ndërlidhja të databazave të vazhdojë të funksionojë në kohë reale. Një sfidë tjetër është vetë menaxhimi i ndryshimit institucional. Nga praktika që kemi parë si ILO në vende tjera ku ndihmojmë me procese të tilla, kemi kuptuar që një transformim digital nuk ndodh vetëm duke zhvilluar një software apo duke prokuruar pajisje. Transformimi kërkon trajnim të vazhdueshëm, mbështetje teknike dhe mbi të gjitha ndërtim të besimit institucional në një sistem të tillë. Por ajo që na jep besim sot është se fakti se kemi kaluar fazën më të vështirë. Kemi dëshmuar se kjo reformë funksionon në praktik dhe është e dobishme për inspektorët. Nga të gjitha vizitat që i kam pasur në të gjitha rajonet e Kosovës, nuk mund ta gjej një rast të vetëm ku inspektorët e punës kanë thënë që një sistem i tillë nuk është në dobi të tyre. Unë dua të falenderoj sinqerisht Inspektoratin Qendror të Punës dhe në veçanti vetë inspektorët, të cilët kanë qenë shtylla kryesore e këtij procesi deri më tani.
Falenderim gjithashtu për kompaninë vendore që ka realizuar zhvillimin teknik të platformës dhe ka qenë hapur dhe fleksibile në ndryshimet që janë kërkuar kohë pas kohe. Normalisht, një falënderim i veçantë shkon për qeverinë e Suedisë për mbështetjen e vazhdueshme në këtë reformë shumë të rëndësishme për Kosovën. Në muajt e ardhshëm, fokusi ynë duhet të jetë shumë i qartë. T'i bëjmë inspektimet elektronike standard të punës së përditshme dhe ta forcojmë inspektoratin e punës si adresë për të gjithë punëtorët dhe bashkëpunëtorët për të gjithë bizneset që kanë për synim përmirësimin e kushteve të punës. Ju falenderoj shumë. Tani gjenerohen të dhënat nga subjekti i inspektimit, ashtu siç shihni në ekran, dhe i ruajmë të gjitha ndryshimet. Me vetë faktin kalojmë në hapin tjetër të procedurës, e krijojmë inspektimin. Edhe 2 femra. Çka e bën me efikasitet këtë sistem është më njëherë që gjenerohen të gjithë emrat të cilët shiten sipas dritarës në ekran. Edhe nëse kemi hasur ndonjë person apo ndonjë punonjës i cili nuk është i formalizuar në institucionin administrativore të Kosovës, ne sipas listës së punëtorëve e shohim më njëherë me emën që jemi i subjektit të inspektimit bëhet në 2 forma sipas ligjit. Ligji ka dhënësuar që me vetë nënshkrimin e subjektit të inspektimit është pranuar raporti i inspektimit. Duke ndikuar direkt në rritjen e efikasitetit, transparencës dhe